Ebu Ja'la dhe Ibn al-Mubarak transmetojnë nga Enes ibn Maliku radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të. Qëndroi, thot profeti alayhi salatu wassalam, në Arafat, derisa dita po vinte në fundin e saj përpara akshamit. Pastaj e thiri Bilalin dhe tha: o Bilal, thiri njerëzit që të mblidhen, aq sa ishin besimtarët në kohën e profetit alayhi salatu wassalam bashkë me të duke kryer haxhin. Mblidhen gjithë besimtarët, e profeti alayhi salatu wassalam i drejtohet gjithë besimtarëve dhe i thotë: e tani Gjibril anifen, sapo më erdhi Gjibrili në fundin e ditës Arafatit dhe më njoftoi se Allahu xhelleshanu i fali të gjithë ata cilët kanë ardhur në Arafat, të gjithë ata cilët kanë prezantuar në Arafat, i fali Allahu xhelleshanu dhe i mori përsipër të gjitha kusuret e tyre. Derisa u kënaqen edhe u zbutën zemrat e besimtarëve, dikush prej tyre filloi edhe duke të lutuar. E ndërsa Omeri radiallahu anhu ngrihet edhe i thot: o i dërguari i Allahut, a mos vallë kjo është vetëm për neve që jemi sot tu, apo është edhe për ata cilët do vinë pas nesh? I thot profeti alayhi salatu wassalam: nuk është vetëm për juve, po është për çdo kënd sa herë që të vi këtu në malin e Arafatit, pranë Arafat, e të bëj pra të njëjtat rituale, i përgjigjet Allahu xhelleshanuhu. Bien gjunjë Omeri radiallahu anhu dhe thot: kethura khairullahi wa tab, sa e madhe dhe sa e mirë është falja dhe mëshira e Allahu xhelleshanuhu për besimtarët. Subhanallahu el-azim, çfarë bujarie e madhe prej Zotit të gjithësisë. Por siç e thash o vëllezër, mirësia e kësaj dite nuk kufizohet vetëm për haxhinjt, ata cilët kanë shkuar në viset e shenjta, edhe në shtëpinë e Allahut në Qabe. Dhe këtu shpalosen edhe më tepër, edhe më tepër mirësitë dhe vlerat e kësaj dite të madhe, vlerat e ditës Arafatit. Siç haxhinjt i përulen edhe i përgjerohen Allahu xhelleshanu në ditën e Arafatit me lutjet e shpirtit dhe të zemrës, dhe ju kanë përgjigjë thirrjes tij, për ata cilët nuk janë haxhinj siç jemi neve, është e pëlqyeshme dhe është e orientueshme, është shumë mirë, është tradit pra prej profetit alayhi salatu wassalam që na e ka udhëzuar i dërguari i Allahut që ta agjërojnë ditën e Arafatit. Ta agjërojnë ditën e Arafatit për mirësitë që ka agjërimi i ditës Arafatit. Siç transmetohet në hadith sakt, profeti alayhi salatu wassalam thoshte: shpresoj që agjërimi i ditës Arafatit të fali mëkatet e një viti para dhe një viti pas. Subhanallah.